Io per il mio Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në Kallëzo për një me. Sonte do jemi në një reportazh ekskluziv të cilën jemi duke zhvilluar në rajonin e Mitrovicës. Bëhet fjalë për një operacion të prokurisë së Mitrovicës dhe policisë Kosovës, të cilët janë vënë në ndjekje të një rrjeti i cili organizon skema piramidale dhe organizon kazino ilegale në komunat e Skenderajit, Vushtrës edhe Mitrovicës së Jugut. Sonde do të ndjekëm njërin prej operacioneve më të mëdha të kontrolleve ndaj kësaj veprimtarie. Sipas paralajmërimeve të para të cilat i kemi marrë, është një operacion i cili pritet të prek mbi 50 lokacione dhe shumë individ të cilët janë përfshirë në rrjetin e kazinove ilegale apo lojrave të fatit në mënyrë ilegale, dhe janë qindra policë të cilët janë përfshirë në këtë dukuri, në këtë operacion i cili pritet me u zhvillu tash rreth orës 20-30 minuta të mbrëmjes në 3 qytete. Unë në këto momente jam nis bashkë me një pjesë të ekipeve të cilat e kam për target zonën e Vushtrës, dhe atje pritet me pas disa kontrolle të tjera, ndërsa ekipet e tjera të Kallëzo për një me janë duke ndjekur basiset e tjera të cilat pritet të ndodhin në Skenderaj dhe në pjesën e Mitrovicës. Bashkarisht me ekipin tonë është kolegu Behar Mustafa, i cili është duke ndjekur ekipin tjetër i cili para pak çastesh është nis në drejtim të Mitrovicës. Kjo operacion, shikues të nderuar, ka filluar të përgatitet para disa orësh dhe ne kemi ndjekur në hapa procesin i cili është zhvilluar në planifikimin e këtij operacioni. Para se të vazhdojmë me pjesën e bastisjeve, ne do ndjekim fillimisht një bisedë të shkurtër të cilën e kemi zhvilluar me prokurorin i cili është duke hetuar këtë hetim, prokurorin Muharrem Prekazi nga Prokuria Themelore e Mitrovicës, dhe pastaj do të ndjekim edhe diskutimet të cilat prokurori i ka zhvilluar me hetuesit të cilët kanë qenë në takimet për planifikimin e këtij operacioni. Atëherë sot kena me marrë pjesë në aksionin i cili do të zhvillohet nga ana e hetimit rajonalit të policisë Kosovës, kuadër Mitrovicës Jugut, si dhe nga ana e hetimit të krimit rana në Prishtinë, të cilat do të zhvillojnë në njëjtën kohë në 3 lokacione gjithsesi në 3 qytete, aksionin në raport me çështjen e organizimit të skemave piramidale dhe të bilgjozit. Ky hetim sa i përket kësaj çështje penale ka gjithsesi është zhvilluar që rreth 6 muaj, ku fillimisht është filluar hetimin në kuadër të komunës së Mitrovicës, pastaj është zhvilluar në kuadër të gjithsesi është zgjeruar në kuadër të komunës së Vushtrës, rrjedhimisht më vonë pastaj është integruar edhe pjesa e komunës së Skenderajit. Gjatë hetimeve na kemi arritur që me zbulu një numër të madh persona dyshuar, të cilët dyshohet se zhvillojnë këtë aktivitet kundërligjshëm. Lidhur me këtë çështje penale zbatuan edhe masa të veçanta hetimore, ku sot i cili aksion është duke u zhvilluar tani më gjithsesi është duke u përgatitur edhe faza finale për veprimet të cilat ndërmerren në raport me zbatimin e urdhër kontrollit. Në njëjtën kohë sot do të zhvillohet bastisja në rreth 50 lokacione të njëjtën kohë. Tani do të shkojmë edhe takojmë me hetuesit e hetimit rajonal në Mitrovicë Jugu, me qëllim të mbajtjes së të brifingut.
fillimisht sot përnjëftoj që e kemi një operacion në raport me zbatimin e urdhëresës së gjykatës në ndërlidhje me kontrollin e rreth 17 lokacioneve. Kjo në raport me komunën e Skënderajt. Ju njoftoj që sa i përket kësaj çështje penale na paraprakisht në kuadër të hetimeve të cilat i kemi zhvilluar me hetimet rajonale të Mitrovicës së Jugut, bashkërisht kemi arritur me zhvilluar një pjesë provave, por në anën tjetër po ju njoftoj që sot kjo operacion është ajo pjesa kruciale në raport me zbulimin edhe të provave tjera, sa i përket një aktiviteti i cili e ka cënuar anë juridik, sa i përket mënyrës, organizimit, zhvillimit edhe pasojave që i ka shkaktuar në rajonin tonë. Ju njoftoj që qëllimi jonë është i përbashkët, me i zbulu provat, me i argumentu faktet, me i evidentu provat, mu njoftu hetuesi i rastit në çdo rast, kur ka të bëjë me pare, kur ka të bëjë me pajisje elektronike, në njëjtën kohë kur ka të bëjë me çfarë do lloj rrethane që ndërlidhet me çështjen e aspektit penal për cilën sot zbatohet ky kontroll. Unë kërkoj për anës tuaj që të jeni vigjilent, çështja në raport me urdhër kontrollin të cilën sot kemi zbatu është rast kogja i ndjeshëm. Pasojat e veprimeve sa i përket dëmtimit të këtij operacioni janë minutësh. Në momentin që hinin në cilin do lokacion me njëherë, asnjë telefon nuk lejohet me u pas në dorë. Urdhëresa e parë për anës juve që duhet me kanë është telefonat me i largu. Letrat cilat personat mund t'i kenë afër, mos mu leju mu dëmtu, mu zhvendos, mu largu në çfarë do lloj forme, ose me u hek, ose mu na ofshe në çfarë do lloj rrethone. Flas për letra edhe të vogla. Jo për letra A4, po edhe letra që i quajmë na si notesa e kështu me radhë. Mënyra se qysh na kena me operu është që ekipet cilat do ta zhvillojnë, për këtë jena koordinuar edhe me Abdylin, po edhe me qëndrimin. Ajo ekip i cili do të merr pjesë në lokacionin e parë sa i përket lokaleve, edhe pastaj i cili do ta zhvillojnë kuadër shtëpisë, do të më qenë i kujdesshëm që mos më vonu shumë, sepse në lokale nuk kem shumë punë. Pjesën kryesore e kem për telefona, për pajisje elektronike, për laptop, për tablet, për pajisje tjera elektronike të cilat na vlerësojmë se në ato mundën me u gjendë provat. Ju njoftoj që në momentin që e kryni, ato ekipe të cilat janë të destinuar që me zhvillu 2 operacione, pra edhe në lokale edhe në shtëpi, mos me u vonu edhe me njëherë si të përfundon pjesën e parë në lokale, forenzika mundet me met aty, por ekipi hetuesve do të me zhvillu me njëherë operacionin edhe më unis për tek pjesa e shtëpisë. Kjo është ajo që është shumë e rëndësishme sepse duhet me qenë në kohë të koordinuar që puna mos më ndërprej, gjithsesi mos me pas na dallimin ku mes ekipit në ekipin tjetër. Kjo është ajo që është më e rëndësishme. Shpresoj në punën tuaj, bashkëpunimin tuaj, ju njoftoj edhe njerëz që kena punu kogja gjatë, jena munu kogja me arrit me zbulu provat, por pa kontroll edhe pa i prek ato prova edhe na me dorë edhe me i pa me sy, nuk kena me thonë që kena arrit edhe ato për cilin edhe kena jetu. Prandaj faleminderit gjithëve edhe shpresoj që ky rast me shku sa më mirë që është e mundshme. Pjesën tjetër mandej konsultojmë dhe diskutojmë bashkërisht. Faleminderit gjithëve. Shikues të nderuar, siç e kemi dëgjuar edhe në briefing edhe në planifikimin e këtij operacioni, është një prej operacioneve më të mëdha të policisë dhe prokurisë së Mitrovicës në drejtim të luftimit të kazinove ilegale dhe bastoreve ilegale të cilat zhvillohen në këtë zonë. Tash veç është ora 8:17 minuta dhe ekipet janë afër me mri në zonën ku pritet me u zhvillu bastiset. Pra jemi tani në drejtim të Vushtrës, pra prej kampit të njësive speciale në drejtim të Vushtrës, ku pritet me qenë ndërhyrjet po ashtu të njësive speciale dhe të hetuesve që janë duke drejtu operacionit. Po vazhdojmë i ndjek për me pas se cilat do të jenë rezultatet e këtij kontrolli prej i cili po zhvillohet prej prokurisë së Mitrovicës dhe policisë Kosovës. Operacioni niset paralelisht në 3 qytete, në Skënderaj, Vushtrë dhe në Mitrovicë. Njësitë speciale kanë për detyrë të sigurojnë zonën duke ofruar me pas mundësinë që hetuesit të zhvillojnë kontrollet. Sheshi i Vushtrës është arena e parë ku do të kryen kontrollet.
Në një perimetër prej më pak se 1 kilometër, hetuesit kanë identifikuar të paktën 5 lokacione ku qytetarët e Vushtrës zhvillojnë baste ilegale. Të pajisur me mjete të rënda, specialet shkallmojnë dyert e një lokali, i cili ishte identifikuar më parë si zonë e basteve ilegale. Brenda lokalit shfaqen televizor dhe ambientet që duken si zona ku zhvillohen lojrat e fatit. Të dyshuarit nuk janë në vendin e ngjarjes, ndërsa në zonë hetuesit do të konfiskojnë dëshmitë që nevojiten për këtë rast. Kontrolli befasishëm vazhdon në zonën tjetër, në sheshin e Vushtrës. Aty, specialet kanë ndërhyrë dhe kanë vendosur zonën në kontroll. Pamjet shfaqin sërish një zonë ku ka prova se kishte baste ilegale. Të gjithë që ndodhen në këtë lokal do të legjitimohen, ndërsa të dyshuarit që paraprekisht ishin identifikuar do të arrestohen. Bastisjet këtu në qytetin e Vushtrës janë duke u zhvilluar paralelisht në më shumë se 5 lokacione. Pas 2 operacioneve të cilat janë duke u zhvilluar në shesh, tash jemi nis drejtim të një zone tjetër ku afër një vend parkingu në një lokal bukur të mbyllur është policia ka konstatuar se dhe aty ka pas zhvillim të lojrave të fatit, po shkojmë me pas se çfarë provash ka me gjetë policia në zonën e asaj mini kafeterie e cila është ngjitur me një autoparking dhe ku sipas të dhënave të cilat janë prej grupit hetimor janë zhvilluar bastet ilegale. Shkojmë drejtim të asaj, pra është shumë pak metra prej qendrës së qytetit, që kemi thonë edhe më herët, të gjitha bastet e cilat janë zhvilluar në zonën e qytetit të Vushtrës kanë qenë në një perimetër më të vogël se 1 kilometër. Specialet kanë blinduar dhe këtë zonë. Aty të gjithë kontrollohen dhe legjitimohen. Bashkë me ta, edhe të dyshuarit e cilat janë hasur paraprakisht duke organizuar lojrat e fatit. Çdo detaj e provë do të konfiskohet nga hetuesit dhe forenzikat. Pra, si qemi duke pa shikus të ndërum në zonën e Vushtrës, zona ku janë zhvillu bastet ilegale ka qenë një perimetër shumë të vogël,
kryesisht rreth sheshit të qytetit, pra tash prej zonës së qendrës ku janë zhvilluar 2 bastisje dhe janë duke u zhvilluar për momentin dhe zonës afër parkingut jemi duke shku të një zonë tjetër e cila ndodhet ma pak se 100 metra prej lokalit të cilën ishëm paraprakisht dhe atje sërish ka prova që policia ka prova se edhe në atë zonë janë zhvilluar bastet ilegale, pra është një zonë ku kryesisht ka qenë njohur për lojrat si game center ku janë zhvillu edhe lojrat e fatit, po shkojmë me pas se çka kanë gjetë hetuesit në atë zonë, sipas informacioneve të para, aty veç njësitë speciale kanë intervenuar dhe kanë vendosur zonën kontroll. Brenda lokalit, hetuesit gjurmojnë provat e cilat do të përdoren tutje për të siguruar rrjedhjen e procedurës. Sekuestrohen pajisjet e kamerave dhe çdo shënim i cili do të përdoret për dokumentimin e veprave penale. Paralelisht me vushtrim, kontrollet zhvillohen në Skenderaj dhe në Mitrovic. Në Skenderaj, në njërin prej lokaleve hetuesit arrestojnë 2 të dyshuar, ndërsa nisin të sekuestrojnë edhe provat materiale. Operacioni gjëri prokurisë së Mitrovicës dhe policisë së Kosovës ka përfshirë 3 qytete të zonës. Në kontrollet në Vushtres Skenderaj në minutat e parë janë sekuestruar prova të rëndësishme dhe janë arrestuar disa persona. Në ndërkohë, në Mitrovic bastisjet vazhdojnë paralelisht. Kolonat e gjata të makinave të policisë mësyn lokalet ku dyshohet se ka baste ilegale. Të gjitha këto zona janë zona të mbi populluara me njerëz dhe specialet rrethojnë zonën për të mos i lënë asgjë rastësisë. Tashimi në qytetin e Mitrovicës të vazhdu me një lokacion tjetër, për shojmë se policia e mbogati, edhe në të vazhdu të shojmë se në qëfar lokacioni kanë me shku. Pom edhe përgatitjet se janë të vazhdu edhe të hyjë edhe në lokacione tjetër. Para hetuesve në minutat e para shfaqen provat e para. Në kontrollet tek të dyshuarit gjenden telefonat të cilët dyshohet se janë përdorur për të kontrolluar dhe koduar bastet ilegale. Pasi hapet telefoni, hetuesit gjen aplikacionet, ndërsa kontrollohen edhe telefonet e tjerë tek klientët e lokalit. Synohet të sigurohen prova nëse në telefona kishte edhe bastet e tjera.
Kur janë siguruar telefonat dhe lokali poruhet nga policia, aty fillon edhe kontrolli detajuar. Gjatë bastisjes, gjendet në një kulet me para, e cila nuk ishte deklaruar në fillim të kontrollit. Për të siguruar prova shtesë në lokalet e Mitrovicës ku dyshohet se ka baste ilegale, përpas telefoneve dhe parave, sekuestrohen edhe pajisjet e kamerave të sigurisë. Ato do të ekzaminohen për të siguruar prova të tjera, të cilat i lidhin akterët me këtë ngjarje. Hetimi disa mujor i rastit ka siguruar prova të brendshme për këtë veprimtari. Mbi këtë bazë urdhërohet edhe arrestimi i pronarit të lokalit. Në operacion me prokurisë dhe policisë, edhe Mitrovica është blinduar nga njësitë speciale. 3 lokale paralelisht kontrollohen në zonën e Mitrovicës. Aty kërkohen të pandehurit dhe dëshmi për organizimin e bigjozit ilegal. Me hetimet paraprake, specialet kanë bllokuar disa zona të Mitrovicës. Aty janë siguruar prova për baste ilegale dhe skema bigjozi. Në një zonë tjetër të qytetit të Mitrovicës,
Po ashtu gjatë kontrolleve sekuestrohen telefonat të cilët kishin të instaluar programe që mundsojnë mbushjen e lojrave të fortë. Paralelisht me qendrën, hetuesit kanë identifikuar edhe zonat e tjera të dyshimta në Mitrovic. Me urdhër kontrolli paraprak, hetuesit futën edhe në lagjen Tavnik të Mitrovicës. Pastisi zhvillohen në 2 lokacione. Aty sekuestrohen prova të rëndësishme, përfshirë telefon, të cilët kishin të instaluar programin e bigjozit ilegal. Operacioni hetimeve kundër basteve në Mitrovic përfshin edhe hetime financiare. Përfitimet nga bastet do të ndiqen si vepra penale dhe mbi këtë bazë prokuroria urdhëron sekuestrimin e makinave dhe pronave me vlerë të dyshuarve. Në tërësinë e tij, operacioni i prokurisë së Mitrovicës mbikëqyret hap pas hapi nga prokurori Muharrem Prekazi. Ai viziton vendet që ishin duke u bastisur për të siguruar provat. Në një lokal tjetër, i cili është cak i bastisjeve, po ashtu urdhërohet sekuestrimi i telefonëve, DVR-ve dhe kamerave të sigurisë. Pronari i lokalit ftohet në polici pasi nuk ishte prezent, ndërsa punëtorit i merret një deklaratë si dëshmitar. Rezultatet e operacionit nisin të konkretizohen edhe më shumë. Krahas lokaleve, kontrollet ishin zgjeruar edhe në banesa të dyshuarve. Njëri nga të dyshuarit në fillim të aksionit në banesën e tij deklaron se ka 85.000 euro para cash. Parat ishin të ruajtura në një qese të zezë. Policia hap qesën dhe fillon numërimin e parave, të cilat tutje do të sekuestrohen si prova. Gjithë të shlesh me mrena në orë dukat, sa në me vlerë që akit, gjitha e ndonë me një vend që vëmesht, dhe mas nëjë vazhdojmë me kontrol. A ki vlerë të modha? Vlerë të modha? Vlerë të modha, kam. Sa? Kam 85.000. 85.000. Në drejtë. Sega lut. Eine wirft. Wir fahren dir. Shto e kemi deklaru në përdem kërë kemi pyta kemi diçka, kemi deklaru që kemi 85.000 euro. Këtina, vazhdojnë e pjesën tjetër.
Shikues të nderuam, tash pak para orës 12 operacioni i prokurisë së Mitrovicës dhe policisë të Kosovës për shkatrimin e rrjeteve të basteve në rajonin e Mitrovicës, Vushtrës dhe Skenderajt ka përfundu. Janë 10 të arrestuar, të cilët deri më këto momente janë në stacionet e policisë duke u intervistuar dhe duke u sfiduar me provat të cilat i ka grumbulluar prokuria deri më tani për ta. Pra po flasim për një hetim i cili ka zgjatur për disa muaj dhe në cilën janë grumbulluar prova shumë të rëndësishme të cilat dëshmojnë për rrjetin e bastave i cili ka qenë i zhvilluar në këtë zonë. Çka janë disa prej detajeve të cilat kemi mri me kuptu prej dosjes të cilën e kemi lexuar të prokurisë së shtetit për këtë grup, janë disa elemente shumë të rëndësishme të cilat shpërfaqin një skemë bukur të organizuar të lojrave të fatit. Ajo që ka duhet me kuptu në këtë rast fillimisht është që pjesa kryesore e njerëzve të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë rast dhe të cilët në këto momente ndodhen në stacionin e policisë duke u intervistu, janë ish pronarë të bastoreve të cilat para hyrjes në fuqi të ligjit i cili ndalonte bastet, kanë qenë pronarë legal të bastoreve të cilat kanë operuar në Kosovë. Pra, çka është më rëndësishme u kuptu në këtë rast edhe në këtë situatë që pronarët legal tashmë janë shndruar në pronarë ilegal të basteve të cilat kryesisht në këtë zonë shikues të nderuam tash janë duke u zhvilluar në formatin online. Pra, prej sistemit i cili ka qenë fillimisht me aparate dhe me mjetet e tjera të cilat luaj bigjozi, tashmë krejt industria është shndruar në një industri online e cila zhvillohet duke përdorur telefon, iPad apo kompjuter. Po, çka janë më rëndësishme shikues të nderuam prej dosjes të cilën e kemi lexuar në këtë situatë janë edhe disa rrethana të tjera. Prokuria ka mri me siguru disa prova që disa prej akterëve të cilët janë të përfshirë në këtë rast kanë pas disa udhëtime në drejtim të Maltës, pra të shtetit të Maltës. Atje dyshohet që këta kanë qenë pjesë në rrjeti i cili organizon lojra të fatit online, kryesisht duke ofruar mundësi si software të ndryshëm të cilët pastaj shfrytëzohen për mi organizu bastet online. Në dosjen e prokurisë të cilën unë sot e kam para vetes, tregohet qartë se si funksionon skema. Pra, nëse mbikëqyret prej jashtë, skema është kryesisht një skemë e cila zhvillohet në software online, në të cilët lojtarët krijojnë user apo llogaritë të cilat më pas përdoren për të zhvilluar lojën e bastit. Ajo çka është shumë e rëndësishme është që për me zhvillu krejt këtë skemë, duhet me pas një industri e cila i përpunon parat. Pra duhet me pas një industri e cila i pranon mjetet apo financat cash në një zonë dhe pastaj menaxheri i llogarisë apo pronari i llogarisë i vendos ato në llogarinë e personit tjetër. Kjo skemë shikues të nderuam është zhvilluar në shumicën e lokaleve të cilat janë bastisë sonte prej policisë Kosovës me urdhër të prokurisë. Pra, çysh ka funksionu sistemi është që kamarierët apo edhe pronarët e lokaleve kanë komunikuar me klientët dhe në momentin kur ata janë fut në lokale, ata kanë kërku mbushje të llogarive prej 5, 10, 50, 100 apo edhe më shumë euro të cilat pastaj janë vendosur në llogaritë e tyre online. Në momentet kur mjetet janë vendosur në llogaritë online dhe pronari ka pranuar mjetet, lojtarët kanë pas mundësi me zhvillu baste online në sporte të ndryshme, pra futboll, basketboll, po edhe në lojrat e tjera të fatit, pra në lojrat siç janë kazinat. Në rast se personat kanë fitu mjetet financiare duke zhvillu lojrat e fatit, atëherë ata janë kthy tek lokali dhe kanë mrimi arktu mjetet në cash. Pra, krejt veprimtaria zhvillohet duke e përdor një person i cili është sekser dhe i cili i pranon parat dhe më pas në rast të fitimit edhe i dorëzon mjetet tek personat të ndryshëm. Sa është e madhe kjo veprimtari, na tregon edhe niveli i operacionit të sotëm. Pra, kemi 10 lokale të cilat janë bastisë dhe të njëjtat kanë qenë të vendosura në perimetra shumë të vogël, siç e kemi thënë deri më tash, në më pak se 1 kilometër rrugë të Vushtrës janë më shumë se 5 lokale të cilat e kanë zhvilluar këtë veprimtari. Po çka është më interesant shikues të nderuam në këtë dosje është që policia i ka mbikëqyr dhe i ka vëzhgu këto objekte dhe ka mri me siguru të dhëna se sa persona futen brenda këtyre lokaleve. Pra, sa është niveli i njerëzve të cilët luajnë në këto lokale dhe në njërin prej rasteve në Vushtrë të cilën prokuria e përshkruan në dosje, tregohet se për 1 orë e 20 minuta ma shumë se 12 lojtarë janë fut brenda lokalit dhe kanë lujt apo kanë pagu mjete për llogaritë e tyre online. Pra, kjo tregon që
klientela e këtyre lokaleve shkon me qindra njerëz brenda ditës. Dhe kur flasim për numër kaq të madh të lokaleve, na del që zona ka qenë me shumë njerëz të cilët kanë varësi prej basteve dhe kanë shpenzu qindra mijëra euro për me zhvillu lojën e fatit. Mas ne shikues të nderuar, një element tjetër i cili po ashtu na del prej dosjes është fakti që përpos lokaleve, sistemi online ka mundësu që llogaritë me qenë tërësisht të përdorshme në sistemin online dhe mjetet me u transferu pa pas nevojë edhe me pas komunikim fizik. Pra në faqen tjetër dosjes neve na përshkruhet një situatë shumë e rëndësishme, e cila është në rrimë u zbulu për shkak të komunikimeve elektronike të cilat prokuroria i ka mbikëqyrë gjatë kësaj kohe. Në këtë situatë tregohet që njerëzit e cilët i kanë organizu bastet, pra këta që kanë pas juzerat kryesorë dhe cilët kanë pas mundësinë një dërgu mjete personave të tjerë, kanë punu edhe gjatë natës, pra kanë punu edhe pas orës 12 natës. Dhe në këtë situatë, personat e cilët kanë qenë të varur prej basteve, pas orës 12 të natës kanë kërku mbushje në llogaritë të caktuara. Për shembull, në një rast të cilën unë kam para vetes, një person fillon me lut baste online diku pas orës 12 të natës. Dhe fillimisht personi, sipas përgjimeve të cilat i ka prokuria në dosjen e vet, kërkon një mbushje me 20 euro prej personi tjetër. Në këto situata, shikues të nderuar, e tërë veprimtaria zhvillohet në një mirëbesim. Pra personi i liron mjetet tek llogaria me mirëbesimin që të nesërmen parë do të deponohen cash tek personi në fjalë. Prej dosjes, shikues të nderuar, tregohet që personi i cili është një person i varur prej basteve ilegale, ai vazhdon gjatë tërë natës të luj bastore dhe në fund në ora 5 të mëngjesit borxhi i tij dhe kërkesat e tij arrin në më shumë se 150 euro brenda më pak se 5 orëve lojë. Dhe në këtë situatë neve na del një problem tjetër ku personi pastaj nis edhe të kërkoj një pjesë të madhe dhe të zotohet që mjetet do t'i paguaj shumë shpejt tek personi tjetër. Në situatat të caktuara, shikues të nderuar, në këtë dosje ka borxhe të cilat shkojnë deri në 8.000 euro të cilat janë zhvilluar duke përdorur këtë skemë dhe pronarët e llogarive në situata të caktuara janë përgju duke bo edhe presion për kthimin e borxheve, e në situatat të caktuara kthimi i borxheve është zotu me fjalë të cilat siç përshkruhen në dosje, personat janë zotu që do të kenë do t'i përdorin edhe pagat e tyre për memrimi i këtyre borxheve të cilat i kanë pas të organizatorët e kazinove. Kjo dosje, shikues të nderuar, ka qindra përgjime të kësaj natyre dhe qindra dhe dhjetra njerëz të cilët në vazhdimsi kanë kërku mjete financiare në këtë pjesë. Po ashtu ka dhe dosje dhe situata dhe përgjime të tjera të cilat janë zhvilluar prej lokaleve brenda, e cilat tregojnë se veprimtaria në këto zona ishte zhvilluar pa pengu dhe kishte pasur situata ku klientët i kanë kërku kamarierit mbushjen e llogarive në hapësira të hapura, siç dëshmohet në njërin prej situatave ku policia hetues kishte qenë në vendin e ngjarjes dhe kishte qenë aktiv në përgjimin e masave të mshefta. Aty dëshmohet që personat të cilët kanë luajtur baste kanë bërë thirrje, ngjashëm sikur kërkohen macchiato tek kamarieri që të marrin mbushje të dhjetëve ose që të marrin mbushje të festëve për me tregu këtë situatë. Kjo na dëshmon, sikur të nderuam, që në këto 3 qytete ka pasur më shumë se 10 lokale në të cilat janë zhvilluar këto veprimtari dhe ka qindra viktima të cilët kanë humbur shumë mjete financiare duke qenë viktima të kësaj veprimtarie. Tash, shikues të nderuar, personat të cilët janë të arrestuar do të procedohen penalisht sipas ligjit duke shfrytzuar mjetet juridike. Shikues të nderuar, operacioni i arrestimeve tashmë ka përfunduar, ndërsa personat të cilët janë të dyshuar do të dërgohen në gjykatë për të proceduar me kërkesat për paraburgim. Ne do vazhdojmë me mbikëqyrë këtë rast, shikues të nderuar, deri në detaje dhe do t'ju sjellim edhe të dhëna të tjera për procedimin penal të njerëzve të cilët janë përfshirë në këtë rrjet të bastorëve dhe bigjozit ilegal. Gjatë kësaj jave, shikues të nderuar, ekipet tona kanë përcjell edhe disa operacione tjera shumë e rëndësishme të cilat janë zhvilluar nga Inspektorati i Punës, e të cilat për cak kanë pasur biznese të ndërtimit të cilat nuk i zbatojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në fund. Në pjesën e fundit të emisionit, po ju ftoj mi ndjek disa prej rezultateve të cilat Inspektorati i Punës i ka pasur gjatë kësaj jave në gjurmimin e bizneseve të cilat nuk i respektojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë.
Bizneset e ndërtimit në vazhdimsi janë identifikuar si shkelës të rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë. Dhjetra të vdekur në disa vite tregojnë se këto biznesi janë në vazhdimsi ndër shkelësit më të mëdhenj të drejtave të punëtorëve. Për disa ditë, Inspektorati i Punës do t'i fokusojë energjitë në inspektimin e kantierëve të ndërtimit. Identifikimi i bizneseve që shkelin rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë në kantierët e ndërtimit është detyrë e Inspektoratit të Punës. Një grup inspektorësh kanë identifikuar biznesën si zona ku potencialisht ka probleme me sigurinë dhe shëndetin në punë. Sipas rregullave, në minutat e para kur inspektorët arrin në vendin e ngjarjes, komunikojnë me menaxherët dhe sigurojnë zonën e inspektimit në Ferizaj. Çfarë pozite keni këtu? Jam si inxhinier i ndërtimtarisë te punëkryesi. Te punëkryesi. I nderuam, i urdhëron punëtorët me zhdryp pej objektit krejt, nuk ka masa të sigurisë. Ja u lanë një proces verbal edhe një vendim për ndalimin e punimeve. A më me veç një vrejtje për qëtë pjesë? Qëtë pjesë na e kemi pas sigurume, e kemi përfundu qëtë pjesë plokës. Na u ka dosht me hek, mi largu përkosisht skelet për me mush me zhavar qëtë pjesë, që ka marrë punë pa më betonu, se kem betonu prej pushtë. Na mosat e sigurisë e skeleve krejt komplet i kemi dërzu në inspektorat javën e kalume. Punimet ndalen, vazhdoni në marrën e masave të sigurisë, por punimet ndalen. Punëtorët urdhëroj me zbrit këto. Në inspektime, detyra primare e inspektorëve është të sigurojnë provat. Në këto rrethana, inspektorët nisin të gjurmojnë çdo cop të ndërmarrjes e cila është caki inspektimit. Në pllakën ku kanë të zhvilluar punimet nuk pat masa të sigurisë. Derisa ti krijoni kushtet sigurta për punë, punimet ndalen. Mandej e bëni kërkesën. Ne thonë se si pikë natë, na çat terrasën poshtë, i kemi ndërprej punime, domethënë çat pjesë. Na jemi të punuar këtë pjesën knej, për arsye që na u desh me rregullim për zhavar për punë. Po shkojmë. Sipas rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë, në çdo vend punishte, zonat të rrezikshme duhet të jenë të identifikuara me shenja. Bashkë me shenjat, punëkryersi obligohet t'i vendos edhe udhëzimet e sigurisë. Masat në fjalë nuk zbatohen në këtë vend punishte. Përpos shenjëzimit, punëkryersit kanë për obligim që hapësirat ku zhvillohet ndërtimi t'i rrethojnë me skele dhe materiale siguruese. Për shkak të çmimit të lartë, rrethimi me skele është një rregull që shmanget zakonisht në vend punishte. Pse i ke një skele? Pse i ke një skele? Për me mush me dhej. Për me mush me dhej? Po. Pse si ke lanë deri te qetë plloshen këtu tani mu tërhiq me mush me dhej? Se desh kemi ardhur me mush me dhej më shumë se s'po na mbrim punë pa me betonu deri në skaj. Nuk po ka mundësi me betonu. Prej poshtë nuk po na mbrim. Për që ta për me mbush pjesën e së terrenit, na jemi detyruar më punu në qëtë formë. Po, me rreziku punëtorët asesi se kemi kry këta, për o kone mbyllë me krejtë. Si terrasë kemi eliminu mësugut. Në momentin kër ti i ke pas skelet e vendesa, i ke hiq, punëtorët i ke rreziku. Deri dikun më është me thonë që i ke plotësu kushtet për eliminimin e rrezikut për palët e treta, po jo për punëtorët. Punëtorët zguxojnë me punu pa konë objekti i përcillt me skele. Pavarësisht arsyeve tua që thuti e kena pas qita se ke mujt me kry. Për shpejuve e për qita, se këta kemë mbyllje. Ka në heqëm? Këta kemë mbyllje, nuk e lërë qasin për podromë. Jo, nësë për konkurgjë. Ka shkum për pjetë kemë mbyllje. Okej, në regull nësë për konkurgjë. Qasin podromë nuk kemi njanë, e kemi mbyllë me basamatse, nuk kemi mbyllë. Regull, mbyllë ti prakë. Në biznes, konstatohen zonat rrezikshme, të cilat në rast se nuk sigurohen paraqesin rrezik serioz për punëtorët. Asnjë vend punishte nuk guxon të operoj pas skele sipas rregullave. Përpos kësaj, në zonë inspektorët zbulojnë edhe probleme të tjera serioze. Edhe pse janë të lira për t'u blerë në treg, helmetat, këpucët dhe dorezat e punëtorëve janë masa që zakonisht injorohen në vend punishte të ndërtimeve. Këto pajisje që vlerësohen që shpëtojnë jetën nuk përdoren nga bizneset e ndërtimit. Për punëtorë normalisht. Pse punëtorët s'paten pajisje personale, helmeta këtu? Gjatë punës, jo s'paten, na morëm foto, s'paten. Në njëve që punë Një listë e gjatë me probleme janë konstatuar në inspektimin e biznesit ndërtuesi, nuk ka vendosur shenjat e rrezikut, nuk ka rrethuar disa zona me skele e më problematikja, punëtorët nuk i ka të pajisur me mjete mbrojtëse. Këto janë arsyet që inspektorati të mbyll përkohësisht vend punishten. Po na penalizojmë shumë me nol punime në esencë, se jemi gati me asi. Këtu e ka 3 orë punë ka. Veç let na ngjeshën shëritën, edhe na i montojmë skelet.
s'ka në sen tjetër. Që shpeshen edhe jo, që të pjesën nuk është i përcjellë në objekti me skele. Menoj që punëtorët ju në kanë të punu në kushtet të rrezikshme për punë, edhe kem papajisje personale krejt, dhe me anë s'patën asë elementa asë kërgjë. Inicohet procedurë kundër vajtës në gjykatën kompetente, tani që shohëm gjykatën. Në lidhur me ndalimin e punimeve, po inicohet procedurë kundër vajtës. Sipas rregullave, në momentet kur zbulohen parregullsi serioze në vend punishte, autoritetet urdhërojnë mbylljen e saj. Një raport i detajuar i inspektorit do t'i dorëzohet pronarit të kompanisë bashkë me masat ndëshkuese. Hapësira do të hapet për punë vetëm kur një inspektor të konstatoj që siguria është përmirësuar dhe vend punishtja është e sigurt. I nderuam, punimet lejohen vetëm në krijimin e kushteve të sigurisë. Asnjë punë tjetër nuk lejohet. Në momentin kur ti krijosh kushtet për sigurinë punë, e parashtron një kërkesë në inspektoriatin qendror punës në rajonin e Prishtinës, angazhohem si inspektor, vim e vlerësojmë edhe i lirojmë punimet. Nuk është rregull. Shikues të nderuar, në emisionin e sonëm kemi ndjekur dy operacione. I pari është ai i prokurisë themelore të Mitrovicës, në të cilin u gjurmuan bizneset e bazave ilegale në Vushtre, Mitrovicë dhe Skënderaj. Përsa në pjesën e dytë, po ashtu kemi ndjekur operacionet mjaft të rëndësishme të Inspektoratit të Punës në gjurmimin e bizneseve të cilat nuk i respektojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Në të gjitha këto raste, shikues të nderuar, është mjaft i rëndësishëm bashkëpunimi juaj. Andaj, po ju lus që në rast se ju keni informacione që në lagjen tuaj, në zonat ku ju jetoni, ka organizim të skemave të bizgjozit ilegal apo veprimtari të ngjashme, ti raportoni ato direkt në kallzo.com. Ngjashëm, shikues të nderuar, dhe mjaft me rëndësi është që ju ti raportoni secilin rast kur bizneset të cilat ju jeni duke punuar, familjarët e juaj janë duke punuar, apo bizneset të cilat ju jeni duke i vëzhguar nuk i respektojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë, ti raportoni ato. Si që deni tashmë, shikues të nderuar, brenda kallzo.com-it ekziston një platformë e veçantë e dedikuar në të cilën ju mund t'i raportoni shkeljet e të drejtave të punëtorëve. Andaj, po ju bëj thirrje që në secilën situatë ju të na dërgoni videomateriale apo informacione të cilat i ekspozojnë këto biznese dhe ne do të vazhdojmë që t'ju sjellim rezultatet ashtu siç kemi bërë deri më tash. Andaj, vazhdoni me na shkruajnë kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, një mbetësi.